Po dëgjoni podcastin Mjekësisht e Lida. Në fakt janë 3 pjesë, secila prej 30 minutash. Edhe mbajtja e kësaj do të thotë që për mendimin tim mund të japim lirinë vetes si në orarin e caktuar të gjithë të largohemi. Dhe të kemi arritur objektivet. Tani cili është ky objektivi i parë? Objektivi i parë imi është për shkakun që ajo që kam vënë re është që në kohën e verës shumica e personave me të cilët unë punoj janë që në një formë apo në një tjetër, nuk e di pse po bie ritmi dhe me këtë vapën e madhe, dhe me të ftohtin e madh në dimër, është që gjejmë një farë justifikimi se pse do duhet të mos punojmë aq fort. Edhe unë them në mënyrë të vazhdueshme, gjithmonë gjëja që them si me shaka është, por e kontratën ne nuk e kemi që të punojmë një ditë po, një ditë jo, një ditë ndoshta. Por ajo që ndodh shpeshherë është që nuk kemi diçka e cila të mund atë gjën madhore që është moti. Pra, ajo që unë besoj na duhet një fokusim dhe një qartësi më e madhe sa i takon periudhës së verës. Në fakt e kam provuar këtë si sfidë me një grup të vogël njerëzish, edhe ajo që funksionoi në mastermind ishte e jashtëzakonshme dhe vazhdon të funksionojë shumë mirë. Ne të gjithë kemi nevojë që të jemi në një farë mënyre accountable, të japim llogari njëri tjetrit, të kemi ca miqë dhe shokët, ata që thot anglezët thot të have buddies, të cilët ndihmojnë pikërisht në momentet kur ne ndjejmë që nuk është e thënë që duhet vazhdosh diçka. Për shembull, një formë që ne mund ta marrim si mësimore është kur njerëzit duan të largohen një vesi të keq. Dhe ata çfarë bëjnë për shembull në momentet që janë në programin, për shembull, për lënien e alkoolit, e kanë të domosdoshëm të kenë një grup njerëzish me të cilët mbajnë përgjegjësi ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo është aq e rëndësishme sa ne mirë është të kthehemi her pas here disa përvojave që funksionojnë. Këto janë ato që unë quaj që janë rastet suksesshme ose ato që kanë gjurmë ari. Në parim, nëse do të thoshja që kjo është kaq e rëndësishme sa unë besoj që kur bëhet kontrata me dikë, kur punon me dikë, nuk do të thotë asnjë gjë tjetër që për shkak të një kohe të caktuar ti mund ta lësh diçka pa bërë. Do dua ta çoj në ekstrem, sepse shpeshherë në coaching, nëse do ta bësh diçka shumë të qartë, duhet ta bësh në pjesën e egzagerimit më të madh. Dhe më lejoni të bëj këtë egzagerim edhe me vetdijen që dikush mund të më keq kuptojë. Kur bëhet një kontratë me një vend pune, kushdo që bën një kontratë me një vend pune, nuk i ka mundësinë që të thotë për shembull që është okay, unë nuk do punoj këtë periudhë, dhe nuk është se e thotë, po në parim të përgjithshëm me çdo që takohesh, me çdo që jesh, na mbyti vapa, punohet fare. Unë them është njësoj sikur të kesh një kontratë me dikë dhe ti je number 1 e atij personit, ai personi është number 1 i jote. Nuk mund të thuash, e di çfarë? Është okay, të shtunën unë mund të bëj një fling të vogël. Pra unë mund të mos ta bëj atë që pritet të bëj, sepse s'ka problem. Është e njëjta gjë në tregun e punës. Kur ne vëmë këtë gjë në mendje, ajo që unë kam vënë re është që produktiviteti është vrastar. Do me thënë, produktiviteti në kohën e këtyre ekstremeve të motit, kthehet në vrastar në produktivitet. Ndërkohë që gjithë ne jemi në kushte pune shumë të mira. A do të thotë kjo që jemi duke folur vetëm për punëdhënësit? Jo, kjo do thotë për çdo nga ne. Ndaj, kur unë kam thënë vendosni një objektiv, dhe objektivi është çfarë do të arrish në 1 shtator, ka qenë gjithmonë që ka qenë në përgjithësi për gjithë jetën. Dhe më lejoni të them çfarë kanë qenë ato synimet që njerëzit kanë zgjedhur, dhe ata që janë në grup e kanë ndarë me mua, dhe thash okay, kushdo që të doj mund ta ndaj. Deri në 1 shtator, mbani mend, do të kem realizuar, ka qenë sfida. Shumica e njerëzve është thjesht kalojnë te do të jem, dhe ka qenë një gjë e cila ne duhet është dashur në mënyrë të vazhdueshme që unë të kem të duhet ta rregulloj, sepse ajo që ndodh është që ne futemi në një gjendje do dua të jem. Në fakt është çfarë do dua të realizoj. Dhe të qenit është vetëm pjesë që e ndihmon këtë gjë. Pra është vetëm një formë e jona e të ndjerit, e të drejtuarit të emocioneve tona me qëllim që të arrijmë gjërat që duhen. Pra, ai gabimi i parë që ishte, që bëhej, është në kur thua deri në 1 shtator do të jem. Jo, do të themi do të kem të realizuar çfarë. Dhe jam duke lexuar ato që njerëzit thonë. Dhe atë që thonë, atë që më kanë shkruar është
do të kem krijuar rutinën time të mëngjesit dhe do të zgjohem me energji e qartësi çdo ditë. Dikush tjetër thot, do të kem lexuar të paktën 3 libra që më ndihmojnë të rritem si person dhe profesionist. Koleg, arsyeja pse po ju lexoj është sepse nëse dikush nuk e ka nisur akoma, e ka mundësinë që të kthehet në Instagram dhe t'i ketë nga dita e parë deri në ditën e 15 që kemi ne. Që do të thotë, ti mund shikosh dhe në një nga këto që unë po them sot, ndofta mund të jetë një ide që ne fillojmë ta shohim që kjo mund më vlej dhe mua. Okej? Ndaj jam duke i lexuar. Edhe për arsye se disa prej këtyre personave donin që të bënin pjesën e coachit, por pastaj e them pak më mbrapa se cilat janë kriteret se si u përzgjedhën ata që ne do të bëjmë coaching. Pra, do të kem krijuar, siç thash, rutinën time të mëngjesit dhe do të zgjohem me energji dhe qartësi çdo ditë. Do të kem lexuar të paktën 3 libra që më ndihmojnë të rritem si person dhe profesionist. Dhe kur pyeta personin pse është kjo që do të kem lexuar, sepse më tha, vajta shumë kohë që nuk e vë veten të lexoj. Dhe ka qenë një nga gjërat që kam shijuar shumë. Dhe realisht brenda 10 ditëve më thotë që e kam mbaruar një libër. Pra, edhe pse ne themi që do ta vëmë një objektiv deri në 1 shtator, në fakt truri nuk dallon atë që ne kemi imagjinare që duam ta bëjmë me atë që xha është bërë apo po bëhet. Dhe truri fillon mendoj, okay, unë jam duke bërë gjithë hapat, por ka filluar leximi i librit. Dikush thotë do të kem humbur 5 kg dhe do të ndihem më i shëndetshëm dhe më i fortë. Ka plot për diskutuar në të tëra, po këto janë synime të njerëzve që secili do ta vërë për veten e vet. Ajo që unë besoj gjithmonë është që asnjë nga ne nuk mund të futet në ngjyrat e tjetrit. Do të qëndrojmë në ngjyrën e bardhë, nuk ka pse të gjykojmë askënd. Një tjetër thotë, do të kem krijuar zakonin e lutjes, reflektimit ose meditimit për të paktën 20 minuta në ditë në mëngjes. Dhe kur kam pasur sesion që kam folur me ta se pse e donte këtë gjë, është sepse ka kuptuar që në një moment që ka qenë i smur dhe ka qenë në spital, kjo gjë e ka ndihmuar jashtëzakonisht. Kur dola tha, e hodha hallin tha, e hoqja edhe këtë si zakon. Dikush tjetër thotë, do të kem përmirësuar marrëdhënien me bashkëshorten, fëmijën dhe me familjen e madhe, duke zgjedhur të kaloj më shumë kohë me ta versus kohë cilësore. Ajo që i thash personit është, lutem, thjesht soje, bëhet fjalë që janë vetëm disa javë, dhe në këtë javë ti ke dhe pushimet, ti ke dhe detyrimet e punës, prandaj mos e, domethënë nuk ka pse të jetë sikur po bëjmë një synim për gjithë jetën. Jam duke thënë që më mbrapa, nëse ju do t'i shënoni, mbani mend që këto janë çfarë un kam ndarë si ide, si sugjerime. Dikush tjetër thotë, do të kursej shumën e parë që doja dedikoj një objektivi të rëndësishëm timit personal. Dhe në klapa ka vënë jo ati familjar. Pra do kursej shumën e parë të dedikuar për një objektiv të rëndësishëm personal. Në klapa jo ati familjar. Në pyetje përgjigjen ka qenë që shiko, kur vjen puna për të kursyer për familjen, unë jam një person që mund të heq dhe kafen e mëngjesit. Kur vjen puna për një objektiv të rëndësishëm personal timin, nuk e bëj këtë gjë. Dhe më falni, e pyeta, edhe i thash, okay, a do ta ndash çfarë është? Me lejen që unë të ta ndaj në masterclass, më tha po, dua të ribëj garderobën time. Dua të ribëj garderobën time, që mua më duket një synim shumë i bukur dhe shumë i mirë, edhe për arsye se nuk është një gjë e cila ka të bëjë me të qenit vejnë, me të qenit bosh, por ka të bëjë me respektin ndaj vetes. Dikush tjetër thotë, do kem nisur, dhe jam duke të thënë, kam zgjedhur këto ku unë dua të shpjegoj pa dashur të ndaj slajde, okay? Dua të nis biznesin tim, të kem nisur biznesin tim me projektin tim anësor dhe me produktin tim të parë. Është jashtëzakonisht shumë agresive për të thënë që është deri në 1 shtator. Në fakt, kur unë fola me personin, ajo që më tha është që nuk është se nuk e kam një projekt, e kam të gatshëm, edhe ka qenë një projekt anësor. Do me thënë, ndërkohë që kam punën, kam pasur një projektin tim ansor, dhe ajo që dua të bëj është këtë projekt të nxjerr produktin tim të parë. Dhe kur fola në fakt ishte shumë e mençur. Edhe sepse këtu në këtë synim kishte vënë pikat që unë do shpjegoj pak më mbrapa. Më në kishte bërë shumë të mirë për caktuar, edhe pse duket sikur është shumë agresiv si synim. Dikush tjetër thotë, do kem organizuar më mirë kohën time
duke reduktuar ndjeshëm, zvarritjen e vendimeve dhe veprimeve. Në fakt, unë nuk jam që të marrë të them që shiko, duhet të jetë një synim që ti të organizosh më mirë kohën. Kjo do të jetë një produkt që del nga kjo gjë. Por gjithsesi, personi, mënyra se si më mbrapa e rregulloi, kishte të bënte më shumë me pjesën e ndarjes së kohëve të ndryshme, duke kaluar sidomos në vendimmarrje. Dhe ishte një synim që kishte për dhënien në jetë të diçkait të cilën e kishte vendosur përpara për ta bërë. Dhe doli që unë deri në 1 shtator do e kem zbatuar tak ajo çfarë ishte, me qëllim që të harri largimin e zvarritjes së vendimeve dhe veprimeve. Prapë nuk është një nga gjë që unë nuk e këshilloj që në synimin tonë të vëmë këto nuk apo të vëmë anën reaktive, negative, duhet trurit i themi anën pozitive. Ana pozitive është në 1 shtator do të kem të realizuar këtë gjë. Edhe shprehimisht se që kishte vënë aty. Dikush tjetër thot, do kem rritur vetbesimin tim, duke mbajtur premtimet që jap vetes. Kjo më duk shumë e bukur në fakt. Por sigurisht, të rritesh vetbesimin dhe të thuash që këtu ta bëj për, le të themi, për 6 javë gjithë, për 4-5 javë me gjithë pushimet, nuk mund të thuash që do rris vetbesimin, por ajo që do thuash do mbaj premtimin filan që i kam dhënë vetes. Do mbaj premtimin, pra në datën 1 shtator do e kem zbatuar premtimin që i kam dhënë vetes. Dhe në këtë mënyrë, ajo që del si produkt pas kësaj është që ke rritur vetbesimin. Dikush tjetër thot, do kem zgjeruar rritjen tim profesional me njerëz që më frymëzojnë dhe më ndihmojnë të rritem. Realisht prapa ajo që unë i thash, nëse ne do ta vëmë këtë në një synim, nuk do themi do zgjeroj. Do zgjeroj është që themun ai truri bazik i joni, nuk e kupton këtë gjë. Dhe gjithmonë është që okay, mund ta bëj, mund mos ta bëj jam brenda. Është si thua, mos vësh koordinatat e duhura. Është si të thuash, sot po thoshim tek coaching që kishim në kompani, është të thuash që unë do atë vete në det. Ndërkohë që ti, ajo që ne themi është në det ku do vesh konkretisht? Dhe nëse do vesh në det, në cilin det? A do vesh në anë të detit? Dhe ajo që ne po themi është që do zgjeroj rritjen tim profesional. Ajo që do të thuash është në 1 shtator do jem pjesë e filan rrjeti profesional. Do jem pjesë, që do të thotë në shumicën e këtyre rrjeteve profesionale, të cilat janë shumë frymëzuese dhe që të ndihmojnë dhe në tregun e punës të japin shumë mundësi, zakonisht ka një kohë pritje dhe ka një listë pritje dhe ka disa projekte që do duhet të bësh. Kështu që duke vënë këtë si objektiv, automatikisht ajo që ne themi është shumë konkret, pra ke realizuar një gjë. Pse është e rëndësishme kjo që po flasim? Që në fillim të sfidës kam shpjeguar që do të përbahemi kësaj formule. Është një formule e cila katësipërisht për mua është që ndihmon jashtëzakonisht në arritjen e objektivave. Dhe këtu është formula që ne quajmë ACTS, që është artikulo, komuniko dhe merr veprime masive. Është kaq e rëndësishme gjithë fjalia sa unë them shpeshherë. Kur ne flasim, deri tani folëm si jashtë kësaj teme. Pra folëm jashtë tabelës. Pra çfarë është your ACTS, them unë, çfarë është veprimi masiv që ti do marrësh, që do ta realizosh deri në një datë apo ditë të caktuar. Dhe kjo është ajo që unë besoj, për mua ka shumë rëndësi sepse në moment që del në tregun e punës ti mund të vëresh që ka 3 lloj njerëzish, them unë. Janë ata të cilët janë shumë të aftë artikulojnë çfarë duan të bëjnë. Zakonisht e artikulojnë në këto format e gjëra që nuk je kur jashtë. Pra nuk bën kur gabim. Do zgjeroj rrjetin tim profesionist. Gjithmonë je duke e bërë këtë gjë. Gjithmonë je duke e bërë kur dëgjon një gjë, kur ndjek një podcast, kur merr një trajnim, por nëse ti nuk vë saktësisht çfarë do të bësh, nëse tek synimi yt nuk është e mirë saktësuar, është njësoj si thash të dalësh tek sheshja Skënderbejt dhe të thuash do shkoj në det. Do shkosh në det ku? Do vesh në Vlorë, do vesh në Saran, do vesh në Durrës. Por diferenca është jashtëzakonisht e madhe në rezultat, sepse do të futesh në një rrugëtim të cilin ti nuk e ke me busull.
Këta janë persona cilët dinë të artikulojnë themun shumë. Keni parasysh që këta janë ata persona që kur dilnin në kafene, në për tavolina miq, në tavolina në familjet e mëdha, këta janë persona që pothuajse dinë çdo gjë. Pra ti thua, shiko se unë kam nisur një sfidë 30 ditor, mos e s'është gjë ajo, e kam parun, e di si i bëjnë ato, të bësh këto, dhe gjithë logjika e gjës është që këta njerëz dinë vetëm të artikulojnë. Është një grup tjetër, i cili është grupi që komunikon. Këta janë njerëzit që bëjnë vetëm pyetje, dhe pyetjet e tyre janë sa po thua do bëj një gjë, pyetja është si. Pra ti thua do të arri do të vete në plazh. Do vete në plazhin e Sarandës, e do ri aty 15 ditë. Gjithë pyetja është si. Si do ta bësh? Kur kam vajtur unë me këto vesh? Po pse është e rëndësishme? Kjo pse nuk shkon në Durrës? Pra janë këta persona që në mënyrë të vazhdueshme të komunikojnë ty atë që ti në fakt edhe e mendon, ose se mendon. Qëllon shpeshherë që ti ke kaluar këto gjëra të mendin tënde. Po ulet një person i cili është shumë i mirë të bëj pyetjen si. Dhe shpeshherë pyetja si është që në vend të ndërtoj ty, në vend të bëj të arrish atë që do, shpeshherë sia është që vret shumë nga gjërat. Dhe unë mendoj është sia që vret çfarë, që vret kush me kë, është sia që vret kur do bëhen gjërat. Dhe është dhe një grup tjetër, që është një grup i cili ti e ke thënë një gjë në tavolinë, dhe e ke thënë si sugjerim, si opsion, pa mbaruar fjalë, ata janë futur e kanë mbaruar, ose mendojnë që e kanë mbaruar. Dhe për shkak se nuk e kanë konceptuar siç duhet, zakonisht ata janë persona të cilët në mënyrë të vazhdueshme kërkojnë falje. Pra, nëse tek ajo artikulej do kesh njerëz që duan marrin leja, ta bëjmë këtë se unë mendoj që është kështu etj. Këta të tjerët janë që i kanë marrë veprimet dhe zakonisht janë ata që kërkojnë falje. Dhe nëse këta i kemi në rrethet tona, zakonisht në këto rrethe është shumë, por shumë e rëndësishme që të fillojmë të kuptojmë pse kanë rëndësi të njohim këto të tre si faza për jetën tonë. Nuk mund të kalosh për shembull nga articulate, të thuash do bëj këtë gjë dhe menjëherë të kalosh dhe të dalësh ta bësh. Duhet gjithmonë të kesh një far plani dhe ky plani është brenda komunikimit, çdo të thotë komunikimit. Nëse do shikoni ngjyrat, unë referohem shumë këtyre ngjyrave sepse duke kodifikuar çdo gjë me ngjyra bim çik më të thjeshtë, dhe janë ngjyra të cilat janë ngjyrat e semaforit. Dhe unë them, nëse tek këto articulate janë ngjyra që atje fillon ideja, atje bëhet lufta e ideve sot. Dhe unë shoh shumë njerëz që edhe kur kanë filluar të sfidën, janë urur me sa persona dhe gjën e parë që kanë ndarë idenë e tyre. Dhe me të qeshur ishin se ishin në një grup bashkë dhe i dëgjova që unë e thash të gjën për vete dhe kur pash, personi tjetër ma shet si idenë e vet. Në fakt i ke super artikuluar shumë gjëra. Dhe ai personi tjetër është personi që ndonjëherë vetë dhe merr veprim. A është më mirë ky apo është ky person i parë që do filloj ta mendoj si ta komunikoj? Unë besoj që është personi që do të bëj si ta komunikoj, sepse ai do të gjej, menjëherë do kërkoj pse është e rëndësishme për të, dhe do vërë në punë gjithë arsenalin që ne kemi në këtë trurin, në këtë muskulin që është midis dy veshëve. Duke qenë se mendoj që sqarimi është qartësisht, mendoj unë, i dukshëm këtu, në gjëja që ne kemi bërë në këto 15 ditë ka qenë kjo. Kemi sqaruar s'pari çdo të vendosësh synimin. Dhe siç i thash, shumica e njerëzve e kanë qelluar në kokë synimin. Unë do doja që nëse doni të jeni pjesë, mund të futeni në chat dhe dini një synimin tuaj. Pra, çfarë synimi është që ju doni të realizoni për shembull për deri në 1 shtator? Dhe është një gjë e cila nëse e bën për deri në 1 shtator do kem realizuar këtë, bëhet më e kollajt për ca plane të mëdha, synime të mëdha, që ne diskutojmë në tregun e punës, siç diskutuam me një grup me disa nga ju që janë këtu. Ajo që jam duke thënë është që ne mësojmë si ta bëjmë diçka, dhe pastaj kjo kthehet si një stilolaps ynë, që ne dim ta përdorim gjithmonë. Dhe nuk është një laps që duhet të prefin majën gjithkohën, por është që ne fillojmë dhe themi, ok, kjo është gjë që dim si bëhet, let's do it. Pra, pyetja që kam dhe kushdo që doj mund të shkruaj në chat, që unë t'i kthehem një sekondë të shikoj edhe këtyre ato që ju keni vënë. Për ata të cilët nuk i kanë ndarë me mua deri tani. Në parim, në ditët e para, kemi thënë çdo të vendosësh këtë synimin. Dhe më mbrapa, ditë pas dite, kam sqaruar çdo të artikulosh. Dhe e ke ti për detyrë të thuash, pra nëse le të marr për shembull atë zotrin që kishte thënë do humbas, sepse është më e thjeshtë kjo,
në 1 shtator do kem humbur 5 kg dhe do të ndihem më i shëndetshëm dhe më i fortë. Nëse do marrim ky synim i parë. Pastaj kemi zbritur tek pjesa që është tek çfarë. Dhe aty unë them vur një veprim që do bësh për këtë gjë. Dhe veprimi që ky person ka zgjedhur nuk ishte për të vajtur në palestër, por ishte për të rregulluar mënyrën e ngrënies, ndaj dhe thotë që do ndihem më i shëndetshëm. Pra veprimi është do të rregulloj gjithçka që fut në gojë, gjithçka që un ha. Tek e verdha, një ditë tjetër un kam sqaruar, "Okej, me qëllim që të bësh të çfarë do mësosh një gjë të re, që të realizosh këtë veprim që do." Dhe ajo që ai donte të mësonte, dhe me lejen e tij jam duke ndar, ajo që do të mësonte është piramida e ushqimit. Edhe foli gjatë e gjerë për ndryshimin e madh që ka ndodhur në 3 vitet e fundit, sa i takon piramidës së ushqimit, ku në krye ka dalë proteina dhe në fund ka dalë karbohidratet dhe sheqerët. Dhe këtu do me thënë, e kishte një gjë që duhet ta mësonte. Pa mësuar këtë, nuk do të bënte dot hapin më lart, nuk do merrte dot vendimin që do të ishte për të ndryshuar mënyrën e ngrënies. Dhe e kuqja është, çfarë është një zakon i keq që ti do të heqësh me qëllim që të harish, të hash shëndetshëm, me qëllim që të harish synimin që në 1 shtator të kesh mundësi të kesh arritur, të kesh humbur 5 kg. Pra, më ndiqni miq, mund të jepni një shenjë, një dorë që do tregoni që po më ndiqni. Pra, po kaloj nga synimi i parë që është lart dhe po e zbres në të 3 ngjyrat. Dhe në ngjyrën e parë thash është menjëherë çfarë do të bëj, çfarë zgjedh që të kesh humbur 5 kg. Zgjedh shëndetin. Zgjedh të hash shëndetshëm. Pra jo palestrën, po shëndetin, të ngrënit shëndetshëm. Çfarë do mësoj? Piramidën e ushqimit, çfarë funksionon. Dhe treta çfarë do të heq? Një zakon të keq, ajo që ai vendosi të hiqte ishte cheat days, sepse në përgjithësi ishte një person i cili e kishte të saktë mënyrën se si hante, por kishte shumë cheat days. Dhe zakonisht cheat days janë ato që kur je nëpër dieta, është një ditë që ti lejon vetes të bësh një gjë që nuk të lejohet normalisht. Dhe kam arritur në pikën që unë kam gjitha ditët cheat days. Pra unë e di shumë mirë që nuk do ta bëj këtë gjë, që unë nuk më bën mirë kjo, por normalisht për sa kohë jam me shoqëri, unë e them skaj se është një cheat day. Dhe kjo është gabimi. Ajo është gjëja që ne vrasim. Më mbrapa, mbasi kam sqaruar këtë, pjesa tjetër kam kaluar tek communicate dhe kam thënë, a i shkrove të 3 këto gjërat? Pra le të themi, shkrove tek çfarë në jeshile ke shkruar do ha shëndetshëm. Tek e verdha ke shkruar do mësoj çdo të ha shëndetshëm dhe do shikoj piramidën e ushqimit. Tek e treta nuk do kem më cheat days. Cila nga këto është më e rëndësishmja që duhet filluar sot? Dhe asaj do t'i japësh pikët më të mëdha. Dhe cila nga këto e pengonte më shumë ishte në cheat days. Dhe atë që vendosi është që kjo merr kryesoren, kjo merr rëndësinë dhe kjo merr 7 pikë. Pastaj ishte të mësonte piramidën e ushqimit dhe ajo mori 6 pikë dhe pjesa e parë që është të hash shëndetshëm mori 7-6-5 pikë. Atëherë, ajo që ne vendosëm bashkë është, okay, le të vazhdojmë atë që ka marrë më shumë pikë. Jemi duke i thënë trurit, I heard you, të dëgjova, e shoh që po ankohesh, jam dakord me ty. Dhe filluam me njëherë të futeshim, ore në skenarin tënd të jetuar. Si e ke bërë këtë gjën? Se që ke cheat days është që ti ke një farë historiku. Cilat kanë qenë gjërat që i ke lejuar vetes? Cilat janë gjërat pa cilat ti mendon që nuk bën dot? Dhe personi filloi të futej absolutisht në pjesën që të thoshte, është ky ushqim, është ai ushqim. Dhe filloi të vinte një listë të gjërave, të cilat e kishte bindur veten që është okay ti hash. Pra nuk është problem, thoshte për shembull, që kur jam me kolegët dhe vemi të ham drekën, unë vetë ha një supë me supë magjeric, e cila kishte dhe goxha e ndyrë, thoshte, ka dhe shumë oriz brenda. Pra, kjo është një gjë që ti e ke në skenarin tënd të jetuar, ti e di shumë mirë që kjo nuk funksionon, kjo do vrarë. Atëherë kalojmë te skenari i shkëlqyer, çfarë do duhet të hash? Dhe filloi të thoshte cilat ishin gjërat dhe zakonisht do të shikojmë është laktoza, a është diçka tjetër që ti ke vënë re nga jeta jote, ndaj janë gjëra shumë. Kjo është e gjitha që është për secilin nga ne, nuk ka të bëjë me grup, ndaj kjo bëhet tek e tek, secili e bën për vete.
dhe vendoset skenari shkëlqyer. Kemi arritur deri këtu miq. Dhe jemi fiks në orarin tonë. Pra, në 15 ditë e para kemi arritur të mbulojmë artikulimin, komunikimin tek pjesa e pse dhe 2 skenarët për njërin nga synimet që ne kemi vënë tek articulate. Sa i qartë jam deri këtu? Dhe nëse kam ndonjë pyetje, ju lutem shkruajini në chat që të fitojmë kohë dhe kemi kohën tonë, e cila është pas gjysmëore që ne do t'i kthehemi pyetjeve dhe përgjigjeve. Okej? A mund të shkruani tek në chat nëse keni pyetje? Apo është dikush që o do ta thotë pyetjen ose se bën dot, nuk vazhdon dot. A mund të vazhdojmë të shkruani në chat? Perfekte, okay. Good. Atëherë, me personat të cilët janë përzgjedhur, dhe kemi përzgjedhur 3 persona të cilët duan të bëjnë coaching online, të bëjnë një 15 minutë themun, por kjo do të jetë mësimore për çdo. Dhe ajo që kam thënë është një strukturë që do të ndjekim, dhe do doja që gjithsecili brenda strukturës të fillojë të shkruaj për veten e vet, të marrë të shkruaj disa gjëra. Dhe nuk është e thënë që këto gjërat janë të shkruara në gur, këto gjithmonë rregullohen. Por është një format që truri fillon ta mësoj dhe thotë gjithmonë do thotë, "Ore, për çfarë po flas? Çfarë duhet kem arritur? Jo ti je. Çfarë duhet kem arritur?" Udhëzimi është ky. Ajo që do fillojmë të punojmë është kjo. Për secilin, ju lutem shkruani, plotësoni fjalën, deri në 1 shtator do të kem realizuar. Pastaj është zgjidh 3 element. Dhe këtë gjë, arsyeja pse po ta them është po ju jap cila është mënyra se si bëhet. Pra, kjo është logjika e masterclass që ajo që unë jap është mënyra e bërjes së diçkaje, dhe pastaj do bëjmë 3 demonstrime, dhe pastaj do kemi pyetjet. A jemi okay me agjendën siç e kemi rënë dakord siç është bërë njoftimi? Po apo jo? Po, për mua po. Okej. Ju lutem në chat mund të shkruani po që unë ta di që jemi duke ndjekur gjërat. Unë chatin e kam para që do të thotë edhe nëse dikush ka pyetje, mund t'i shkruaj atje. Pra, e para fare, deri në 1 shtator do të kem realizuar. Koleg, për të gjitha këto që po flas, këto të gjitha janë të ndara, këto i keni të ndara tek Instagrami e Lida Motro, i keni me datë dhe me ditë. Dita e parë është kjo. Dhe është vetëm 30 sekonda ushtrim. Vetëm 30 sekonda. Pastaj do të themi zgjidhni 3 elementët, që është e çfarë, që është cili është veprimi kryesor. Si ju thash për humbjen e kileve, ishte ushqimi, po mund të ishte palestra. Po mund të ishte diçka tjetër. Pra ne e dim se çfarë ne vendosim. Çfarë është gjëja që do të mësosh me qëllim që të zhvillosh pjesën lart? Cili është ai kufizim, frikë apo mosbesim apo besim negativ që duhet heqësh? Pastaj bëjmë vlerësimin e gjithë secilës prej tyre tek why dhe zgjedhim atë që ka ndikimin më të madh. Për atë element të përzgjedhur, do fillojmë të shikojmë cili është skenari i tuar, si ka qenë historia jote me këtë deri tani. Dhe në skenarin e shkëlqyer, si do ta doje të ishte rezultati yt ideal në 1 shtator. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube.
Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjë me mua, ka të bëjë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimin e Perëndis. Miqësisht, Elida.